Shqyqon, dokumentet, më thënë statuti i LDK-s i jep shumë hapësirë dhe mundësi, i jep kompetencë, fakt, kryetarit që ai vetë ta përzgjedh kryesin. Unë do dëshiroja të shija një proces tjetër të zgjedhjes së kryesisë, ku kryetari natyrisht se e propozon një pjesë të kryesisë, por pjesa tjetër ta zëm vinë propozime qoftë nga kuvendi i LDK-s, qoftë nga Këshilli i Përgjithshëm, në mënyrë që të ketë një shpërndarje edhe të vendimarrjes. Natyrisht ka emra që patjetër e meritojnë të jenë në kryesi, ashtu siç ka emra që kanë mbetur jashtë kryesisë që të duhej të ishin aty. Çka kam parë që i mungon kësaj kryesie është një lloj përfaqësimi më të madh gjeografik. Ta zëm i kemi 2 anëtar të kryesisë që vinë nga Deçani, pa dashur nuk kam asgjë, ose nga Istogu dhe asnjë nga Klina, për nga Viun ta zëm. Ose ka edhe të kësaj here edhe në aspektin gjinor, unë do doja të shija shumë gra që janë pjesë të kryesisë, dhe unë mendoj që ka gra në LDK, që do të jepnin një kontribut edhe në kryesi, edhe në politikë bërjen e LDK-s. M'vjen mirë që ka figura të reja, njerëz të ri që sfundi janë kyçur në LDK dhe janë bërë pjesë e kryesisë, siç ishte ta zëm Festim Kabashi ose ky Ermal Sadiku, por unë do doja të shija edhe disa emra të tjerë që kanë dhënë kontribut. Ta zëm, unë do doja sërish ta shija Besa Gaxherin e kryesi, sepse përvoja saj mendoj që është shumë e çmueshme për të kontribuar në politikë bërje, apo nuk di nëse ishte Liria Kajtazi apo jo, por Liria po ashtu është një aktiviste që ka kontribuar shumë në LDK, kështu që të kishte një lloj balanci edhe të figurave të reja, por edhe të veteranëve, nëse mund t'i quaj ashtu të LDK-s. Të atyre që kanë shpreh interes, se ka mundësi që disa mund edhe mos kenë shpreh ambicje. Ta zëm, unë asnjëherë nuk kam shpreh ambicje dhe nuk kam dashur të jem pjesë e kryesisë, kështu që nuk kam çat tankohem. E qartë. Teksa flasim për zgjedhjet e reja, ishte përmendur edhe një lloj bashkimi opozitor. A është mirë tjetë kjo në zgjedhjet e ardhshme? Mendoj se kjo bashkim opozitor që i bie në këtë rast të LDK, AK dhe potencialisht Vjosa